Vetëm një tas kos në ditë I thot lamtomir çdo problemi, ja si ta përdorni. Konsumi I kosit ul riskun e një ataku në zemër me 30% te njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu nga tensioni I lartë I gjakut. Të dhënat e një studimi të Universitetit të Bostonit konfirmojnë se konsumi I të paktën 2 racione me kos në javë do të ulë riskun e një ataku në zemër te femrat e prekura nga hipertensioni. E njëjta sasi do të ulë riskun e ataku në zemër ose ishemis tek meshkujt me 19%. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shkencëtarët analizuan 55.898 gra të moshave nga 30 deri në 55 vjeç dhe 18.232 burra të moshave nga 40 deri në 75 vjeçare. Të gjithë prej pjesëmarrësve në studim vuanin ose ishin të prekur nga tensioni I lartë I gjakut. Studiuesit konfirmojnë se konsumi I kosit në përditshmërinë e dietave tuaja do të ofrojë nivele të mira të kalciumit dhe vitaminës D, që kanë një rol të mirë për shëndetin e zemrës, gjithashtu edhe lehtësimin e barkëqitjes. Përdorime të tilla të tij janë fantastike për ju. Probiotikët që gjenden te kosi do të ulin tensionin e gjakut. Justin Budina, autori I studimit, tha për Daily Mail se kosi është I nevojshëm për shëndetin e zemrës dhe konsumi I tij në racionet tuaja ditore do të luajë një rol pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Studimet sipas ekspertëve tregojnë se vitamina D që gjendet te kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe humbjes së rezistencës së organizmit. Studiuesit tregojnë se vitamina D është një alternativë shumë e lirë dhe më e mirë se sa ilaçet e zemrës. Ky suplement që merret edhe duke ndenjur në diell riparon dhe parandalon dëmtimin e zemrës që shkakton nga diabeti ose tensioni I lartë I gjakut. Vitamina D stimulon prodhimin e acidit nitrik që rregullon gjithashtu edhe tensionin tuaj të gjakut. Për më tepër kjo vitaminë zbut stresin e brendshëm dhe gjithashtu përmirëson edhe sistemin tuaj kardiovaskular duke shmangur kështu çrregullime dhe sëmundjet që I kanosen atij. Shtimi I kosit në vaktet tuaja ditore mund të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve tuaja. Ekspertët e rendisin kosin si një përzgjedhje fantastike ushqyese. Sipas shkencëtarëve, njerëzit duhet të kursejnë shumë mund dhe para duke mbrojtur sistemin kardiovaskular me një produkt fare të thjeshtë, siç është vitamina D që mund të merret edhe nëpërmjet diellit edhe konsumit të kosit. Kosi është një produkt fantastik që mund të japë rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Konsumi I kosit në përditshmërinë e dietave tuaja mund të lidhet me një sër përfitimesh të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Së pari, le të mos e harrojmë se kosi vjen nga qumshti, prandaj të gjithë konsumuesit e kosit përfitojnë në shumë proteinë dhe vlera ushqimore që përmban produkti I bulmetit, si kalcium, vitamina B2, B12, kalium dhe magnez. Por një nga fjalët që dëgjojmë më shumë lidhur me kosin është probiotik. Probiotikët janë bakterie miqësore që janë prezente në sistemin tretës. Ato janë prezente edhe në produktet e kosit. Ndonse duke bërë edhe shumë përfitime të tjera, kosi do të ndihmojë në forcimin e sistemit imunitar dhe mbrojtjen e aparatit tuaj tretës. Përfitimet e kosit janë gjithashtu shumë të rëndësishme edhe për njerëzit të cilët e konsumojnë atë vazhdimisht. Ekspertët tregojnë se përfshirja e kosit në dietën tuaj mund të luajë një rol fantastik në betejën kundër komplikacioneve. Enzimat e kosit ndihmojnë në sistemin tretës. Ndonse është e nevojshme që të kryhen më shumë studime kërkimore, ka të dhëna që tregojnë se mikrobioma përbërëse e kosit ndihmon në përcaktimin e gjendjeve gastrointestinale duke përfshirë intolerancën ndaj laktozës, kapsllëkun, diaren, problemet të zorrës së trashë, sëmundjet inflamatore të zorëve, infeksionet të shkaktuara nga bakteriet, përfitime të tjera në ndryshime edhe me zorrën e shëndetshme. Kosi duhet të konsumohet vazhdimisht në dietën tuaj.
Probiotikët që gjendet e kosi do të ndihmojnë në sistemin tuaj imunitar edhe në betejën kundër komplikacioneve për të ndihmuar kështu kundër shqetësimeve që i kanosen organizmit tuaj. Shtimi i kosit në përditshmërinë e dietave tuaja do të lidhet me një mbrojtje fantastike ushqyese në betejën kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj. Kosi është një produkt fantastik dhe si i tillë do të luajë një rol vendimtar ushqyes për shëndetin tuaj. Studimet kanë treguar se bakteriet miqësore që gjenden te kosi do të luajnë një rol të mirë ushqyes për shëndetin e përgjithshëm dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni që kosin ta keni pjesë të dietave tuaja ditore dhe ndikimet që do të merrni prej tij do të jenë fantastike dhe lehtësuese për ju. Kosi mund të mbrojë gjithashtu edhe mikroorganizmat të cilat mund të ndikojnë në rritjen e vlerave të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e rëndisin kosin si një përzgjedhje fantastike ushqyese me vlera të larta për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Si i tillë ai mund të luajë një rol fantastik në rigjenerimin e trupit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat nga vetë shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të ndryshme dhe të shijshme dhe mund të hahet me të ëmbla me të kripura në mëngjes, në drekë ose në darkë si një përzgjedhje e mirë ushqyese. Kosi mund të hahet gjithashtu në forma të ndryshme, në drekë, në darkë, në mëngjes dhe ndikimi që ka në shëndet është i menjëhershëm. Kosi është i pasur me nivele shumë të mira të kalciumit, kaliumit, magnezit, vitaminës B2, vitaminës B12. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kosit në përditshmërinë e dietave tuaja. Kosi është i mirë për sistemin tuaj tretës. Kosi përmban edhe probiotik të cilët përmirësojnë tretjen dhe konsumi i tij ditor veçanërisht në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteriet. Kosi qetëson sistemin e rënduar nga inflamacioni dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Shtimi i kosit në menunën tuaj ditore do të luajë një rol fantastik për mbrojtjen e imunitetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kosi është një përzgjedhje fantastike ushqyese në betejën kundër rënies së imunitetit. Ai ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe të arrisë atë. Kosi është një përzgjedhje fantastike për personat që kanë tension të gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi që gjendet te kosi do të ndihmojë në eliminimin e kriprave të tepërta të organizmit dhe mbajtjen larg të shqetësimeve të tyre. Në këtë mënyrë kosi do të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin më të mirë të zemrës. Përfshirja e kosit në rutinat tuaja ditore do ju mbrojë gjithashtu kundër infeksioneve. Kosi është dhe veçanërisht një aleat i grave që parandalon mykun, gjithashtu dhe infeksionet e tyre, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të imunitetit dhe duke parandaluar kështu komplikacionet e tij. Shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e kockave. Një filxhan me kos i shtuar në dietën tuaj do të ofrojë 275 mg kalcium. Për këtë arsye, konsumi i kosit që në mëngjes u ka dhënë kockave tuaja forcën e duhur për të qenë më të forta, më të shëndetshme dhe për të parandaluar kështu komplikacionet e tyre. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në betejën kundër bakterieve të këqija. Kosi përmban element të mirë të probiotikëve, element që mbrojnë edhe organizmin tuaj tretës nga komplikacionet që i kanosen atij. Shtimi i kosit në dietën tuaj është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese pas aktiviteteve të caktuara fizike dhe të përmirësojë kështu organizmin tuaj. Proteinat që gjenden te kosi do t'ju japin edhe elemente ushqyes për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është gjithmonë e ulët. Ndaj shtimi i kosit në menunën tuaj ditore do të luajë një rol fantastik ushqyes për trupin edhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Konsumojeni kosin e freskët në dietat tuaja dhe ndikimet që do të merrni në shëndet do të jenë të menjëhershme në parandalimin e komplikacioneve që i kanosen atij. Kosi është një nga produktet më të mira të bulmetit
dhe konsumi i kosit të përgatitur vetë në kushte shtëpie mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira që mund t'i ofroni trupit në betejën kundër komplikacioneve dhe të rrisni gjithashtu rezistencën e organizmit. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.